Shtyhet për në 10 tetor ora 9 seanca paraprake për dosjen e ish kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Shkak për shtyrjen është bërë mosmarrja në dieni në mënyrë të rregullt ligjore nga të pandeurit, çka ka detyruar gjykatën të vendosë një datë re për zhvillimin e saj. Seanca e parashikuar për t'u mbajtur këtë të hënë nuk është zhvilluar, ndërsa mbetet për t'u parë nëse në seancën e ardhshme do të jenë plotësuar kushtet për vijimin e procedurës gjyqësore. Seanca do të drejtohet nga gjyqtarja Etleva Deda, e cila do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim apo do të rikthehet në SPAK për hetime të mëtejshme. Ish kryebashkiaku Veliaj përballet me 5 vepra të rënda penale: korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Ndaj tij rëndojnë 13 akuza të rënda për fshirë korrupsion në marrëdhënie me kompani që kanë përfituar leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia e Tiranës në këmbim të përfitimeve të palishme. Për gjykim janë dërguar edhe 16 persona të tjerë, biznesmen dhe të afërm të çiftit Veliaj Xoxa. Mes tyre është edhe ish deputetja socialiste Klotilda Bushka.